sakt gjej momentin që përshëndes gjithë ata emigrantë të cilët sot na ndjekin nga rrjetet sociale, të cilët janë të shumt, qytetarë të Durrësit, Shijakut dhe Krujës, të cilët do të kemi një mbështetje të jashtëzakonshme në datë 11. Ne hymë në këtë garë si fitues me 8 deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe do të përfundojmë garën të paktën me 9 deputet. Populli i Durrësit, i Krujës, Shijaku do të na besojë mandatin e 4 për të përmbushur misionin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për të çuar në vend amanetin atyre që në zonën tonë luftuan për një Shqipëri evropiane, me liri e të drejta të garantuara për të gjithë dhe për të dhënë të gjithë fëmijëve tanë pasaportën e qytetarëve të barabartë të Europës. Qytetet tona janë transformuar falë mbështetjes së Edi Ramës. Nxënësit e mësuesit sot kanë shkolla bashkëkohore. Mira shtëpi u ndërtuan për ata që mbetën pas tre. Industria e turizmit ka ecur me hapa marramendës falë investimeve tona. Infrastruktura rrugore e gjithçka në qarkun ton ka ndryshuar. Durrësakët, krutanët e Shijakasit do t'ja besojnë mandatin e 4 të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste për të vazhduar transformimet e mëdha, për të rritur pagat, për të mbështetur më tepër pensionistët dhe shtresat në nevojë, si dhe për të ndërtuar vepra të tjera madhore të shumëpritura si Marina e Durrësit, porti i Porto Romanos, Hekuruda, bashkohore e infrastrukturë, projekti amfiteatrit të Durrësit, stadiumet e qyteteve tona, Akademinë e Manchester City dhe Rafael Nadal, të cilët ishin ëndra disa vite më parë. Ne do të bëjmë çmos që vota e 11 majit të shkojë për te kufive të vjetër partijak, të bashkojë të majit të djathtë, të rinjët moshuar tek numri 5 në fletën e votimit, sepse vetëm me Edin dhe Partinë Socialiste shqiptarët do ta fitojnë më në fund betejën e gjatë për vendin që u takon në sofrën e Europës. Fitore të gjithëve, faleminderit.